Këtu është horoskopi i hënë 10 mars 2025. Mirë se vini në kanalin Horoskopi i Fationit. Dashi. Ka shumë pavendosje në punë, nevoja për të ndryshuar ose për ndryshe të bëni zgjedhje të ndryshme rritet, duhet të prisni disa muaj para se të revolucionarizoni jetën tuaj. Demi. Duhet të jeni shumë të qartë për qëllimet tuaja. Dashuria në krizë, por në mbrëmje gjërat ndryshojnë, ju jeni të padurueshëm. Binjaket. Sot do të ketë situata të këndshme përreth jush. Fal kontributit të miqve të dashur do të jeni në gjendje të zgjidhni një çështje të dashur për ju. Gaforja. Marrëdhënie të shkëlqyera me eprorët. Është një moment i dobishëm për të rimarrë një dashuri ose për të jetuar një përvojë të bukur. Me një qëndrim pozitiv dhe fitues ju mund të shkoni larg. Luani. Marrëdhëniet familjare janë të lodhshme dhe do të jetë e mundur të diskutohet me një prind ose të afërm. Mos u qëndroni përpara shefave ose njerëzve me ndikim. Virgjeresha. Shumë gjëra për të bërë ndoshta, pak trazira të brendshme dhe mbi të gjitha pak kënaqësi për mënyrën se si po shkojnë gjërat, por pasdite sjell këshilla. Peshorja. Në dashuri, ka disa keqkuptime për të zgjidhur. Sot duhet të përballeni me ndonjë vonesë ose person në kundërshtim me idetë tuaja. Akrepi. Duhet të mendoni pak më shumë për punën, dashuria është e ngadaltë ose ka më pak kohë për të qenë me personin që ju intereson. Ndiheshit të përjashtuar, tani duhet të merreni me krenarin tuaj. Shigjetari. Fillim shumë i fuqishëm i ditës, shumë interesant. Dhe tani ka progres si në dashuri ashtu edhe në vendin e punës, por mbi të gjitha mundësi për të shfrytëzuar në fluturim. Bricjapi. Kontakte të rëndësishme, por kushtojini vëmendje parave. Sot do të keni një tarif shtesë energjie. Ujori. Nëse keni një biznes të hapur për publikun, fitoni më shumë sot. Nuk mund të fshiheni më, doni të bëni diçka që të mahnit, disa ziliqar mund të përpiqen t'ju ndalojnë. Peshqit. Ndryshime të favorshme që përfshin shkaftësi. Mundohuni të shmangni përplasjet me njerëzit përreth jush, megjithatë për punë dhe çështje praktike këto janë ditë shumë të rëndësishme. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Ditën e mirë.